Të dashur teleshikues, e ju përshëndes, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Mbledhja e Këshillit Bashkiak të Lushnjës u zhvillua në errësirë nga mungesa e energjisë elektrike. Pas debateve mes këshilltarëve të Partisë Socialiste dhe të opozitës, u miratua me shumicë e votash të këshilltarëve të majt fondi shtesë për klubin sportiv të futbollit. Mbledhja e Këshillit Bashkiak për muajin nëntor filloi pa drita për rreth 30 minuta sipas së rendit të ditës. Kryetari i grupit të opozitës Kelmen Çela kërkoi ndërprerjen dhe rifillimin e mbledhjes kur të vinin dritat. Pas një ore erdhën dritat dhe mbledhja vazhdoi normalisht. Diskutimet u përqendruan tek pikat më të rëndësishme, siç është fondi shtesë për pagat dhe sigurimet shoqërore për futbollistët e klubit sportiv të futbollit të Lushnjës. Kryetaria e Bashkisë Riselda Sefa njoftoi shkarkimet dhe largimet në administrimin e futbollit. Mbas komunikimeve që kemi marrë me QKB në Tiranë, na kanë propozuar që të rimarrim një vendim që thjesht do të jetë vetëm për heqjen e tij nga ekstrakti i QKB-s dhe më pas është dhe shkarkimi i Marius Liçkës si administrator i klubit të futbollit. Kelmen Çela në fjalën e tij bëri të ditur faktin që futbolli lushnjar është në ditët më të zeza të tij, se janë të gjithë pa marrë rrogat prej 2 muajsh. Ne kemi qenë kundër herën e parë për këtë projekt vendim dhe për të qenë koherent me atë çka ne bëjmë këtu, patjetër që jemi përsëri kundër. Këtu na paraqitet vetëm një shkresë ku thuhet që kërkohet shtesë fondi për paga dhe sigurime për stafin teknik dhe futbollistë. Ndërkohë që mua, se më është adresuar mua, sikur fuqi e madhe me vota unë këtu, kam kundërshtuar dhe mua më thënë që gjithë punonjësit janë pa rroga. Gjithë stafi atje, gjithë administrata e klubit futbollit. Nuk janë vetëm stafi teknik dhe futbollistë. Mua s'm duket fare normale, siç e thash dhe muajin e kaluar, që situata në klubin e futbollit apo kudo, në çdo ndërmarrje që është miratuar buxheti në fillim të vitit, të ngeli për paga dhe sigurime shoqërore. Mua nuk e din në gjykimin tuaj, mua më duket keq menaxhim. Si pjesë e sportit që e ndjej vetëm dhe që i kanë dalë gjithmonë para kësaj, duhet që ky fond të miratohet, se miqës u miratuara në parë të miratohet këta. Kryetaria e Bashkisë Sefa sqaron pozicionin e saj në rënien e nivelit të klubit të futbollit lushnjar. Sipas saj do të ketë penalitete financiare ndaj futbollistëve që nuk luajnë për fitore. Nëse duhen akoma në mënyrë më të detajuar, doni informacione, mund të pyesni, ju kthejmë përgjigje dhe u japim të gjithë të dokumentuar. Ashtu siç u thash dhe në mbledhjen e asamblesë së sportit, në muajin qershor keni pas raportin e auditit, bilancin dhe pasqyrat financiare ku keni pas të dhëna të çdo të ardhure dhe çdo shpenzime që ka pas ai klub. Dhe në fakt nga askush nga ju nuk ka pasur asnjë pyetje, asnjë diskutim. Kështu që kjo shtesë fondi që ju është propozuar sot, është në kuadër të asaj bisede që është bërë pikërisht në këtë sallë këshilli, ku është kërkuar që ne të ngrem një ekip si duhet. Që ekipi ka problematika, patjetër ka, dhe në mbledhjen e kaluar ja u kam thënë që i kam dhënë urdhër stafit teknik, të cilët kanë bërë procedurat që disa futbollistë të marrin dhe penalitete financiare që të kuptojnë që nuk mund të tallen me taksa paguesit lushnjar. Në debat ndërhyrje dhe këshilltari i Partisë Demokratike Ilir Marku, i cili kërkoi autobus jo të marrë me qera për sportistët. Besoj që të ardhat e transportit për mu lënë çik për dëshiruar, se ekipi Lushnjës meriton një autobus, nuk meriton të paguaj kompanitë e tjera të autobuseve që të vënë ekipet e moshave, po ekipi parë. Po të llogarisni këto, besoj se parat më të mëdha, fondet më të mëdha kanë ikë nga këto. Nuk mjafton një autobus. Duhen minimalisht 3-4, sepse kemi 9 ekipe që janë çdo javë të luajnë jashtë apo brenda. Dhe çdo javë janë 4 ekipe që udhtojnë. Dhe nuk mjafton një autobus. Ndoshta duhet një autobus vetëm për ekipin e parë, dakord. Po për akademinë i detyruar prapë ta bësh, sepse 4 autobusa, 5 autobusa nuk i mbajnë dot. Fondi shtesë për klubin sportiv të futbollit u miratua me shumicë votash të këshilltarëve të Partisë Socialiste. Kujtojmë që për shkak të mungesës së energjisë elektrike, mbledhja e Këshillit Bashkiak nuk u transmetua direkt në platformën sociale Facebook.
Debatet me tone të ashpra shoqëruan diskutimin e paketës fiskale 2026. Kryetari i grupit të opozitës Klement Çela vuri në dukje vënien e gjobave të padrejta qytetarëve nga pushteti vendor. Në mbledhjen e Këshillit Bashkiaku prezantua paketa fiskale 2026 me disa ndryshime për taksat dhe tarifat vendore. Drejtori i tatim taksave Donald Nushi foli për ndryshimet si rritja e komisionit nga 2% në 5% për ujësjellës, kanalizimet, taksa për familjet që duan të aplikojnë për leje ndërtimi, tarifa e parkimit të makinave me qera, për hapësirat publike me qera 1000 lek metër katror në ditë, administrimi i ujitjes 1000 lek për hektar në vit për mirëmbajtjen e kanaleve e të tjerë. Ndryshimi i parë ka të bëjë pikërisht me komisionin që u përmendë nga kryetarja për shoqërinë ujësjellës, kanalizime SHA. Pika tjetër ka të bëjë me kostot mesatare, me një ndryshim në taksën ndikimin infrastrukturë, vetëm për ndërtimet një familjare, duke qenë se është rritur kosto mesatare e ndërtimit, kjo nga enti kombëtar i banesave, ne propozojmë një ulje në këtë nivel taksimi nga 3% në 2%, duke qenë se kjo ndikon pikërisht në ato familje që duhet të aplikojnë për leje ndërtimi. Një ndryshim tjetër ka të bëjë me tarifën e parkimit të makinave me qera. Kemi një zë specifik që është 10.000 lekë të reja për mjet, duke qenë se edhe nga ju në mbledhjet e mëparshme të Këshillit është ngritur si shqetësim pjesa e makinave me qera. Bashkia është përgatitur një propozim se si do menaxhohet kjo gjë, si nuk do të lejohen makinat të ushtrojnë këtë aktivitet. Dhe për këtë arsye ne kemi propozuar ta heqim këtë tarifë, se nuk ka kuptim të ketë një tarifë makina me qera. Një propozim tjetër vjen nga ndërmarrja e pasurisë publike, ka të bëjë me administrimin e ujitjes dhe kullimit, dhe propozohet një nivel 1000 lekë për hektar për një tarifë e cila do të shërbejë për mirëmbajtjen e kanaleve. Një diçka tjetër ka të bëjë me ndryshimin në nivelin e gjobave të policisë bashkiake, brenda kufirit që ka vendosur ligji. Policia bashkiake bën një propozim në disa masa administrative që të bëhet një ndryshim i vlerës në mënyrë që të shërbejnë për të arritur në ndërgjegjësimin e qytetarëve që të jenë sa më të rregullt. Debatet me tone të forta vazhduan mes kryetares së bashkisë Eriselda Sefa dhe kryetarit të grupit të këshilltarëve të opozitës Çela, i cili vuri në dukje mungesën e shërbimeve për qytetarët, edhe pse pushteti vendor merr tarifat përkatëse. Gjithashtu edhe mungesën e barazisë në vënien e gjobave të ndryshme nga policia bashkiake. Në serviret një ndryshim i madh na vjen nga propozim nga policia bashkiake. I kam parë këto ditë dorë për dore me njëri tjetrin dhe një gjoba. Na dalin deklarata nga mburren se kemi arritje 130 gjoba deri tani. Dhe nga krau tjetër na thuhet pastaj që do të sensibilizojmë. Po këta nuk kam as i paraqysim, patjetër që ka dhe gjoba, kush është shkelës do marrin ndëshkimin që meriton. Por ama duhet bërë dhe kjo fushata sensibilizuese. Nuk duhet na fillohet tani këtu që na erdhi Zoti dhe po na zgjidh në lushje, se ne e kemi marrë drejt nami lepuj, po nuk kemi dhe aq lepuj ne tani. Na importohen tani drejtues të policisë bashkiake dhe mburren ande nga shkojnë dhe na thonë që ne i bëm rrup supa ta lushnjarëve. Nuk janë aq lepuj lushnjarëve. Mos na shitin tani sigur po na zgjidhin hallet e mëdha këtu. Po, patjetër, në shkohet çdo kush, por ama po kanë këllë që ti në shkojnë gjithë. Po çat nënës e çat babës. Jo këtë lere se ky jo. Do marrim të tjetrin, këtë të vobektin, i vëmë gjobë, plotësojmë numrin e gjobave. Patjetër që s'kemi qëllim të ndëshkojmë qytetarët, nuk besoj që ka ndonjë qytetar i cili ka marrë një gjobë sepse ka qenë shumë brenda rregullave ligjore, patjetër nëse ti ke raste të tilla, na i denonco. Nëse ke dhe raste kur qytetarët përkatës ne nuk i penalizojmë edhe kur shkelin ligjin, je shumë i lutur të na i sjellësh dhe të siguroj unë që do të merren masa ndaj atij punojësi. Se përmend edhe vetë kur kryetaria nuk mban asnjë vend parkim dhe për makinën e saj, por rrotullohet edhe një orë për rreth pallatit derisa e gjen hapësirën e lirë, patjetër që të gjithë qytetarët jemi të barabartë përpara ligjit dhe përpara gjithë këtij qyteti. Në propozimin e materialit për lirimin e rrugëve dhe të hapësirave, do të jetë dhe propozimi për kartën e rezidentës. Në fund paketa fiskale 2026 u miratua me votat e mazhorancës. Policia e Fierit vuri në pranga 2 persona për konfliktin me armëzjarri mbrëm në një lokal në lagjen 8 Shkurti. Autori që qëlloi është ende në kërkim. Policia e Fierit ka njoftuar arrestimin e 2 personave të përfshirë në incidentin e mbrëmjes së djeshme, ku në një lokal në lagjen 8 Shkurti u raportuan të shtëna me armëzjarri pas një konflikti mes dy shtetasve.
Specialistët për hetimin e krimeve kapën dhe arrestuan në flagrancë 36 vjeçarin Mariglen Sinaj, banues në Fier, një nga personat e përfshirë në konflikt, si dhe pronarin e lokalit 43 vjeçarin AB, i cili akuzohet për veprën penale mos kallëzimi i krimit. Ndërkohë vijon puna intensive për kapjen e personit që dyshohet se ka qelluar në dyshemen e lokalit me armë zjarri, 33 vjeçarit Romeo Çako, banues në Fier, i cili është shpallur në kërkim. Sipas të dhënave paraprake, mbrëmjen e së premtes, 2 persona janë konfliktuar brenda lokalit dhe situata ka degeneruar në përdorimin e armës së zjarrit. Fatmirësisht nuk raportohet për të plagosur. Hetimet po vazhdojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e rrethanave që çuan në përshkallëzimin e konfliktit. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku paraqiti sot në gjykatën e posaçme për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Gjykata e ka pezulluar nga detyra dhe i ka bllokuar pasaportën. Ish-zëvendës kryeministrja Belinda Balluku paraqit sot për herë të parë në GKKO, pasi kjo e fundit e pezulloi nga detyra dhe i bllokoi pasaportën. Balluku paraqit në ambientet e SPAK rreth orës 9:10 dhe doli prej aty pas gati 40 minutash. Ajo nuk bëri asnjë koment për gazetarët. Deputetja e Fierit u shoqërua nga 2 avokatët e saj, e motra Pamela Qirko dhe Ardian Kalia. GKKO vendosi që ta shtynte seancën për 2 orë duke ju lënë më shumë kohë avokatëve të zonjës Balluku, por edhe të vargësve të saj për të njohur me aktet e dosjes. Belinda Balluku u rikthye sërish në gjykatë. Në gjykatë janë paraqitur edhe kreu i Keshit Eral Delezi dhe ai i ARRSH-s Gentian Gjyli. Gjykata e posaçme ka lëshuar 2 masa sigurie arrest në shtëpi për 2 vargësit e Ballukut, ndërsa për ish-zëvendës kryeministren, gjykata vendosi ndalim-dalje jashtë vendit si dhe pezullim nga detyra e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Balluku u pezullua nga detyra pasi u more pandehur për tenderin me vlerë 190 milion euro për ndërtimin e tunelit të Llogaras, akuzë që është komunikuar zyrtarisht dhe dyshohet edhe për tenderin 20 milion euro të lotit 4 të Unazës së Madhe të Tiranës. Për të 2 tenderët me vlerë 210 milion euro sipas SPAK, Balluku ka paracaktuar fituesin përmes mbikëqyrjes dhe ndërhyrjes gjatë gjithë procesit të zhvillimit të garës. Çështja për Ballukun ka shkuar në gjykatën kushtetuese, ndërsa asaj është hequr e drejta e firmës nga qeveria. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme.